E herë, ka qenë si garanci mësiti, qësh me thonë. A kupton? Kur ka shumë mësiti, do më thonë ka qenë si garanci, nuk ka mujten asë djali, as vajza me luë. Aberdini na flet edhe për martesën me gruan që i propozoi vajza e agjës së tij. Si dhe na flet edhe për vështirësi që i kanë kaluar gratë në të kaluarën, duke shtuar se jeta për gratë sot është më e lehtë, ndërsa e njëjta nuk është edhe për burra. Me mësit, ju martu. E kum pasë për arsye se qika agjës ka qenë e martu me në atë shtëpi dhe ajo ma ka propozue, dhe më thonë mëtërën e burrit. Dhe kështu që e këm njoftën e ma herët. Por ka punë të shtëpisë, për shembull, nuk ka qenë ujë mrena, nuk janë konë, për shembull, do punë, është do thënë me qubu, këtë njëherë kemi punu në fushë, në bujqësi. Gruaja ime është do thënë me qubu këtë atje, ku nara me qubu, se këtë njëherë zvishin në shpesë, kur tashti, për shembull, tash punojmë, sa punojmë, vim për drek, hojmë drek, pushojmë dhe këthejmë përsëri në fushë. Në atë kohë qashtu akon. Gratë e sodit, përgjithësi, tash është kushtet më të mira, se faja më mirë për gra, a për burra, vallahi ju. Se? Na kem punë më të rana se gratë. Për shembull? Shembull punojnë ndërtimtari, gjithë ditën në skele, në punë të rana, përgjithësi për burra është puna, tashti është punë më e rana. Po edhe tashti punuen, po ju shumë që shkanë punuen, shumë e shu që e jam me në ona të në Një gjë që po e brengos Aberdinin është emigrimi i të rinjve. Ai thotë se kushtet e rënda ekonomike në vend po ndikojnë në largimin e tyre. E më shumë prekët nga ky fakt pasi që një nga të emigruarit është edhe djali i tij. Aberdini na tregon se sa ndjenjë e keqe është përcjellja e fëmijës për në gurbet. Malla dhe kjo një fenomen ju i mirë. Për shumë me metër shumë vetëm pleshtë. Arsye kryesore, po kushtet ekonomike, po edhe që shpeshojnë, na thëshëm delet kur, një dele kur këshyrë me dalë pe shtekut, këtë shkojnë masajna. Apo thu që nashta nuk i kanë? Edhe ty e po njëni tjetërin. Këtë dulë dalë edhe one. Apo kuptan, nuk është mirë heq, me lavanin, atje është gurbeti ose në burg për këta turë, se unë jëmë konë gurbeti, e di shka në gurbeti. Më thonë, s'ko me konë në burg.